Përplasja e kryeministrit Edi Rama me sekretaren e brendshme britanike, Shabana Mahmood, për dëbimin e 700 familjeve shqiptare nga Britania e Madhe, ka bërë jehon në mediat britanike. Rama kritikoi retorikën e zyrtares britanike, ndërsa i kujtoi se shqiptarët janë kontribues të ekonomisë vendase. BBC shkruan se kryeministri shqiptar e akuzoi Mahmood për stereotipe etnike dhe shifran për 700 familjet shqiptare e cilësoi si një pikë statistikore në oqeanin e sfidave të Britanisë pas Brexitit. Ndërsa The Guardian flet për tensione mes dy qeverive, ndërsa përmend se kërkesat për azil nga shqiptarët mbeten të ulta dhe se ka pasur një rënje prej më shumë se 90% të mbërritjeve nga Shqipëria me varka të vogla që nga viti 2022. Për reagimin e kryeministrit Rama ka shkruar dhe The Independent, duke përmendur përplasjen me sekretaren e mëparshme të brendshme britanike, Suella Braverman, të cilën e akuzoi për nxitje të ksenofobisë dhe shënjestrim, duke veçuar një komunitet, kur ajo shënjestronte emigrantët shqiptar. Shqiptarët vazhdojnë të rikthehen në qendër të diskutimit mediatik dhe politik në Britani.